Gëzimi më i madh për ne fëmijët, kur jetojmë jashtë vendit tonë dhe larg njerëzve të zemrës, është që prindit tanë, vëllezërit ose motrat të përjetojnë vendet që ne vizitojmë, ushqimet që ham, marketin ku blejmë gjërat e përditshme, qendrat tregtare, pijen e preferuar, shkollën ku kemi studiuar, ku kemi jetuar, ato gjërat e monotonisë të përditshmes që janë të zakonshme, por që ne duam që ata t'i shikojnë. Të dimë se çfarë bëjmë kur jemi kaq larg. Kështu që vendosëm të njëjtën të shkojmë në Worms për të treguar prindërve nga Bangladeshi, Worms, qytetin që ne kemi jetuar, studiuar dhe njohur njëri tjetrin. Parkua makinën në Kaiser Passage për të shijuar qytetin. Tek parkingu, në sfond ishte kënga e Avril Lavigne, I Miss You. Kënga dhe këngëtarja që e dëgjoja shumë në periudhën e gjimnazit dhe më sjell shumë kujtime adoleshence. Një viti e dedikuar Worms do vi shumë shpejt, sepse është qyteti i dragonjve. Kazo ndihmoi nënën e tij dhe aty pranë kaloi një grua e moshuar që buzëqeshi lehtë tek shikonte për kujdesin e Kazës ndaj mamit të tij. Ishte kënaqësi më vete të shikoja Janin të ecë tek rrugët që kanë qenë për mua të përditshme kur më mungonin shumë gjëra e kisha mall. Biri ka shumë qef ujin, sidomos kur bie shi, sepse e di që do formohen pellgje, ku ai do luaj plash plush. Duke qenë se na priste një ditë e gjatë, dalesa e parë ishte qendra dhe bekëraj ose furra bukës ëmbëltoria që unë dhe Kazo uleshim ndonjëherë e konsumonin mëngjesin bashk. Vendi ndodhet në një pozicion perfekt, sepse përreth ke monumentet dhe ndërtesat më të bukura dhe të rëndësishme për kulturën e qytetit. Ne shijuam shumë ushqimin, sidomos Ajani, sepse shikonte edhe makinat e ndryshme që lëviznin në rrugë. Pasi mbaruam mëngjesin dhe shiu u zbut pak, u treguam prindërve kishën e shenjtë Trinity dhe bashkinë, e cila është një nga bashkitë më të bukura në Gjermani. Atë ditë rastisi të ishte i hapur edhe tregu i fshatarëve, ku mund të blije perime e fruta bio dhe produkte mishi dhe bulmeti. Dhe këtu unë që mundohem të fus edhe Ajanin në çadër, por që ishte thjesht një mision i pamundur, sepse ai e merrte si garë vrapi. Dashuria e tyre është kaq e bukur, e ëmbël dhe fëminore. Buzëqeshja shumë te kishija do përdore. Ja dhe ne të dy. Makineria plot snacks brenda qendrës tregtare po tërhoqi vëmendjen pasi kishte karamele dhe pije që nuk ishin tipike. Prandaj blejmë një qese me karamele, por fatkeqësisht gelatin deri, kështu që i hodhëm. Kam parë për herë të parë tabele mikpritëse të universitetit, më është bërë zemra mal dhe jam ndier kaq krenare, jam ndier një ngrohtësi dhe mikpritje, sepse kanë të shkruar edhe mirë se vjen në shqip. Dhe ja te kemi ne, sërish brenda universitetit që kemi kryer të dy masterin, kemi qenë në një klasë të njëjtat module dhe aty kemi parë njëri tjetrin për herë të parë dhe kemi qenë miq të mirë të njëri tjetrit. Kjo është hera e tretë që ne vim me Ajanin, por hera e parë me Ajanin fëmijë. Si këta e student, kemi qenë dhe ne fiks 7 vite më parë. Me çantat e krau që kishin gjëra të bukura mirëseardhjeje, me logon e universitetit dhe sloganin Burn for Business. Të dy erdhëm si student në Worms, u larguam nga Worms, prindër të Ajanit. Dhe këtu jemi jashtë konviktit ku ne jetuam si student. Pasi u çmallëm disi dhe bëm disa foto, ishte koha për të kthyer tek makina dhe të nisemi për Mannheim, qyteti tjetër plot kujtime të bukura dhe të paharrueshme. Shqipëria më lindi, por Mannheim dhe Worms më rriti, sepse mësova të isha larg njerëzve të dashur dhe të përballoja vetë sfidat e reja. Ky është Universiteti i Mannheim, një nga universitetet më të mëdha dhe më të mira në Gjermani. Disa nga vendet tona të preferuara për të konsumuar ushqim indian dhe sidomos bufe janë dy, Prince of India dhe Indian Palace. Por sot menduam që të ulemi tek Indian Palace. E adhuroj arredimin e restorantit dhe mahnitem sa herë që shkoj.
Më në fund koha për të ngrënë drekën së bashku. Prindrit e shijuan shumë si diçka ndryshe dhe unë adhuroj shumë ushqimin indian dhe atë të Bangladeshit. Për mua ushqimi nuk ka shije nëse nuk është pak pikant. Për të pirë morëm mango lassi. Nëse se keni provuar, duhet patjetër ta provoni. Ndërsa Ajani nga ana tjetër gjeti një mënyrë tjetër gëtimi duke luajtur me elefantët zbukurues të restorantit. Pas drekës kaluan pranë Starbucks dhe Burger King në zonën e Wasserturm. Wasserturm është një nga vendet turistike më të veçanta për të vizituar në Mannheim. Unë shmalla shumë sepse kisha kohë pa ardhur, plus dhe kishte ndryshuar një pjesë e saj. Shkolla është ndërtuar nga viti 1886 deri në vitin 1889. Shkolla ka një lartësi 60 metra dhe diametër 19 metra. Është shkolla e parë komunale e ujit në Mannheim. Fillimisht duhet të përmbushte standardet e kërkuara si furnizim me ujë të pishëm, duke ruajtur njëkohësisht një presion konstant të ujit. Gjatë pranverës dhe verës, zona e Wasserturm mbushet plot me njerëz, turistë ose thjesht banor të zonës përreth, sepse gjatë kësaj periudhe, në pjesën e Shatërvanit dhe pjesës së ujit që zbret deri poshtë, krijohet një spektakël, dritash dhe netet e verës bëjnë të paharrueshme me njerëzit e zemrës, familjarët dhe shoqërinë. Ajani ishte ai që e shijoi më shumë, sepse uji për të ishte aq më gjepsës sa që donte që ta prekte në çdo cep të tij. Kjo video është edhe një mini tur për ju për qytetin e Mannheimit nëse keni menduar ta vizitoni në të ardhmen. Ishte momenti për fotet e fundit përpara se të lindim dhe Mannheimin pas. Dhe Ajani dhe gjyshi, aq sa zien bashk, aq edhe duhen e argëtohen më së shumti së bashku. Detajet e Wasserturm janë ato që e bëjnë vendin shumë të veçantë dhe përmbërslënës. Nuk mund të ndaloja së kapuri video dhe foto. Tek e shihja, shumë kujtime më vinin në mendje. Por tashmë ishte koha të ktheheshim në Frankfurt, tek shtëpisa jonë e vogël dhe e re, por me shumë kujtime të bukura të shtuara në këto dy qytete kaq të dashura për ne. Uroj t'ju kemi sjell edhe ju më pranë momenteve tona, që jemi sërish në një video tjetër. Paqim!